Mirë mbrëma, argumenti fundi që përdorin justifikuesit e Ramës është se mund të ketë vjedhur, po s'ka vjedhur, nuk ka vjedhur fitoren, pra. Ka vjedhur më shumë se sa i duhet, po jo se nuk të fitonte. Megjithatë, rezoluta e partive konservatore botërore është më e ashpër se asnjëherë tjetër për një rezolutë që i drejtohet zgjedhjeve, vetëm 2 javë pas ato kanë mbaruar. Pika kryesore e kësaj rezolute është qeveritë teknike për ta bërë Shqipërinë gati në reformë për Bashkimin Evropian dhe njëkohësisht të përgatisë zgjedhje të reja. Sa e mundur është kjo, do të bisedojmë sonte, Andi Bushati, Andi mirëmbrëma, Armand Shkullaku, mirëmbrëma, Lorenz Vangeli, mirëmbrëma, dhe Romir Saraçi, Romir, mirëmbrëma. Bushat, po e filloj me ty. Rezoluta është më ashpër se sa mund të mendohet, por sa gjasa ka të zbatohet. Ose ta marrë parasysh. Është në vazhdën e gjithë rezolutave të tjera që u bën para zgjedhjeve, por dhe më fal, ka një pika e parë është zgjedhjet ishin farsë. Kjo në farë mënyrë certifikon dhe ato të parat edhe hedh hije dyshimi mbi zgjedhjet. Do me thënë... Jo, të parat hedhën hije dyshimi, kjo thotë që zgjedhjet ishin farsë. Kjo pra është hedhësh hije dyshimi. Por, problemi kush është? Po e pe nga syri PD-s si një fitore të kauzës saj me partitë si Motra, rezoluta ka vlerë. Problemi është sa është impakti real i saj e para mbi Shqipërinë dhe dyta mbi qeveritë e vendeve. Sepse po të shikosh qeverinë tonë njerë këtu dhe Edi Ramën nuk i ndaluan fare të bënin atë që bën të gjithë rezolutat që ishin thirrje paraprakisht. Pra, mos e bëj këtë gjë. Fakti që Rama vazhdoi me gjithë rezolutat e partive të djathta tregon se mirë nuk i vjen, po nuk i trëmbet atyre. E dyta është jo gjithmonë qëndrimet që mbajnë familjet politike, qoftë të djathës, qoftë dhe të majtës, bëhen automatikisht dhe qëndrimet qeverive. Pra, nuk do të thotë që e djathta gjermane është aderon tek votuesit e kësaj rezolute, nuk do të thotë që edhe qeveria djathës gjermane do mbaj të njëjtin qëndrim ndaj Shqipërisë. Pra, këtu duhet të ndajmë. Suksesi PD-s është me brenda familjes saj politike, por kjo nuk do të thotë se do e penalizoj qeverinë e Shqipërisë në raport me qeveritë e të djathës europiane apo me gjë. Lenci, kjo që thotë Bushati është e vërtetë që